Në mjediset e Fakultetit Ekonomik të Universitetit Luiç Gorakuqi u zhvillua Forumi i Rinisë dhe Demokracisë Angazho Europën, një aktivitet që mblodhi së bashku të rinj, përfaqësues të shoqërisë civile dhe akademik. Forumi shënoi nisjen zyrtare të projektit Mobilizimi i qytetarëve për të ardhmen e demokracisë evropiane përmes avokimit, angazhimit dhe mobilitetit të bazuar në të dhëna, i udhëhequr nga SCIDEV dhe i financuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë aktivitetit u diskutua mbi rolin e të rinjve në procese demokratike, pjesëmarrjen qytetare, zgjerimin e Bashkimit Evropian, qeverisjen digjitale dhe rëndësinë e krijimit të hapësirave ku të rinjt mund të kontribuojnë në hartimin e politikave dhe vendimarrje. Projekte të tilla janë projekte shumë të rëndësishme, shumë domethënëse, shumë ndjellëse, sidomos në kohën në të cilën ne po kalojmë. Janë projekte të cilat shohin të ardhmen, janë projekte të cilat janë më shumë për rinin se sa për një të tjerët, janë projekte të cilat janë më se aktuale në ditët në të cilat po jetojmë dhe në ato çfarë shpresojmë që të realizojmë. Pjesëmarrja juaj i jep kuptim këtij forumi, sepse demokracia nuk forcohet vetëm nëpërmjet institucioneve dhe proceseve formale, por mbi gjitha përmes njerëzve që zgjedhin të angazhohen, të dëgjojnë, të pyesin dhe të kontribuojnë. Përgjatë këtij projekti, të rinj, qytetarë, aktorë të shoqërisë civile nga Shqipëria, rajoni, por edhe vendet Bashkimit Evropian, do të angazhohen në konsultime qytetare, në debate publike, si dhe në hartimin e dokumentave të politikave të gjeneruara nga qytetarët, të cilat do të shprehin vizionin e tyre për të ardhmen e Europës. Me rastin e konferencës ndërqeveritare dhe miratimit të famshmit i bar të kohëve të fundit, që thonte viti 0 për Shqipërinë dhe raportin me BE-n është 2000-shi. Jo. Unë insistoj që 1992-shi është viti kur Shqipëria ka fillu raportet kontraktuale me Bashkimin Evropian, me nënshkrimin e agreement ose të marrëveshjes së bashkëpunimit ekonomik dhe të tregtisë së lirë. Pra, kur bëhet fjalë për Shqipërinë dhe raportet me BE-n, ne mund të kemi një farë krenarie dhe themi ne jemi vendi i parë nga Ballkani Perëndimor që ka fillu raportet kontraktuale me Bashkimin Evropian. A kemi të drejtë të jemi krenar sot, ndërkohë që vendet të tjera, të cilat aso kohe nuk kanë pas as pavarësim, siç është Mali i Zi, që në atë kohë ishte pjesë e Federatës Jugoslave, dhe që sot është një hap paranesh në paradhomën ose në raport me antarësimin në Bashkimin Evropian. Dita pare forumit e zhvilluar në Tiranë u fokusua në diskutime ndërvepruese mbi demokracinë, hapësirën qytetare dhe sfidat e qeverisjes digjitale. Ndërsa dita e dytë organizuar në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës Luiç Gorakuqi solli në qendër të vëmendjes perspektivat e të rinjve lokal, përfaqësuesve të akademisë dhe aktorëve të shoqërisë civile. Forumi shërbeu gjithashtu për të identifikuar prioritetet dhe idetë që do të udhëheqin aktivitetet e ardhshme të projektit, duke synuar fuqizimin e rolit të rinjve në formësimin e së ardhmes demokratike të Europës.